Ti si musliman sot, për çfarë arsye nervozohesh? Për çfarë arsye ti sot hidhrohesh? A janë ndjenjat tona islame? A është hidhruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë mos e prek dikan në vladin e vet? Pse? Del prej kontrolli. Bashkëshortja nuk e fal namazin. A je hidhruar ndonjëherë? A je hidhruar ndonjëherë për hir të Allahut azza wa jall? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se në jetën e kësaj dunjaje, në këtë kohë me plot angazhime, në këtë kohë me plot derte dhe obligime, se cili prej njerëzve her pas here piklohet, her pas here mërzitet, her pas here nervozohet, her pas here hidhrohet, dhe një gjë e tillë është pjesë e kësaj jete, pjesë e kësaj dunjaje. Mirë po besimtari për çdo gjë ka arsye serioze dhe ka arsye të shëndosh. Ne hidhrohemi në jetën tonë, mirë po pyetja shtrohet pse? Për çfarë arsye hidhrohet besimtari? Secili prej nesh hidhrohet, secili ndonjëherë e kap një lloj nervoze, një lloj hidhrimi, dëshiron hakmarrje, mirë po, për çfarë arsye? Dikush hidhrohet me fëmijën e vet, dikush hidhrohet me bashkëshorten e vet, dikush hidhrohet me vëllaun e vet, dikush hidhrohet me shokun e vet, dikush hidhrohet me kolegun e vet, dikush hidhrohet për punë, dikush hidhrohet për pasuri, dikush hidhrohet për ndonjë gjë tjetër. Mirë po në realitet besimtari për çfarë arsye mund të hidhrohet më së shumti në jetën e tij? Ti si musliman sot, për çfarë arsye nervozohesh? Për çfarë arsye ti sot hidhrohesh? A është hidhrimi yt në atë mënyrë, në atë rrugë që Allahu azza wa jalla është i kënaqur, apo është hidhrimi yt për gjëra të cilat nuk vlen, për gjëra të thjeshta, e në raste të caktuara për gjëra banale? Dhe shkaku i hidhrimit njeriu deri ku arrin, deri në gjëra të mëdha dhe pasoja fatale, e që Islami na edukon. Islami na edukon edhe se si të flasim, fjalori ynë të jetë më i mirë, si të veprojmë, veprat tona të jenë sa më të mira, mirë po jo vetëm kaq, edhe zemra jon, edhe ndjenjat tona të jenë islame. A janë ndjenjat tona islame? Hidhrimi jon a është ndonjëherë në atë mënyrë, në atë rrugë që e don Allahu azza wa jall? Nga se hidhrimi nuk është i nënçmuar çdo herë apo i lavdruar çdo herë. Hidhrimi mund të jetë në islam i lavdruar. Hidhrimi mund të jetë në islam i nënçmuar kur?
varet njeriu për çfarë hidhrohet. Atëherë kthehemi, a është hidhruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë? Është hidhruar. Mirë, po për çfarë? Tha Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është hakmar për veten e tij asnjëherë, se i kanë thënë, se i kanë se jo, për veten e tij nuk është hakmar asnjëherë, përveç kur është prek çështja e fesë së Allahut azza wa jall. Aty mos prek. Dhe secili prej neve i ka disa pika të rëndësishme afër zemrës së tij. Aty mos e prek. Mirë, po cilat janë pika tua që askush në ato pika nuk duhet të prek. Mos e prek dikan në vladin e vet. Pse? Del prej kontrolli. Pse? E ke prek aty që ai e ka afër zemrës. Dikan mos e prek në pasuri, mos e prek në shtëpi, mos e prek dikun që ai e ka afër zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas afër zemrës. Cilën gjën më të rëndësishme, çështjen më të rëndësishme, fen Allahut azza wa jall. E a ka ndodhur në jetën tonë që ne si musliman, që ti si musliman, një herë në jetë të hidhrohesh për fen Allahut azza wa jall? A ka ndodhur ndonjëherë? A ka ndodhur që ti e hidhruar me bashkëshorten? Pse? Se nuk e ka përgatit darkën? Jo. Nuk ti ka e kuros teshat? Jo. Nuk e ka pastru shtëpin? Jo. Nuk e ka prind ndonjë misafir? Jo. Për çfarë je hidhruar? Bashkëshortja nuk e fal namazin. A e hidhruar ndonjëherë? Apo bashkëshorti nuk e fal namazin? Është hidhru bashkëshortja ndonjëherë? Apo fëmijët të cilët kanë hyrë moshë madhore nuk falen? A i hidhru ndonjëherë? A i hidhru ndonjëherë që kur ke hyrë në shtëpi e ke pa që familja është ullë dhe shikojnë televizor serialet e dashurisë, serialet e tradhtisë, serialet të cilat prishin moralin e familjes, dhe ti e hidhru dhe e ke ndalate? A i hidhru ndonjëherë për hir të Allahut azza wa jall, apo hidhrimi jonë çdo herë është për gjëra sekondare, për veturën, për parkingun, për një fjalë më ka randu filani, për një gibet më ka bo filani, e kështu me radhë. A do të hidhrohemi ne ndonjëherë për fen Allahut azza wa jall? Janë hidhruar pejgamberët e Allahut, njerëzit më të mirë. U hidhru Nuhi alayhi salam kur i thiri popullin 950 vite në islam, dhe ata nuk e besuan fen Allahut azza wa jall. U hidhru Nuhi alayhi salam, u hidhru Musa alayhi salam, i cili shkoi që të flet direkt me Allahun azza wa jall. E la popullin Beni Israil, e caktoi Harunin përgjegjës të tyre, një popull të cilin Allahu e shpëtoi nga Firauni, një popull të cilit Allahu i dha shumë të mira, një popull të cilit Allahu i aqau detin në 2 pjesë dhe dolën nga ana tjetër, një popull që Allahu ju dha ujë prej nën tokë dhe ju dha ushqime prej në qiell, një popull që Allahu azza wa jall ju dha shumë. Dhe kur u kthi Musa alayhis salam, e pa që i njëjti popull e kishin bë një kafsh, një veç, një idhull prej ari dhe ishin kthyer që ta adhurojnë idhullin në vend të Allahut azza wa jall. Subhanallah. Kur e pa Musa alayhis salam këtë gjendje, tha Allahu azza wa jall: "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." U kthy Musa alayhis salam, kishte fol direkt me Allahun. Kur u kthy e pa popullin, çka janë duke bë? Ky popull që Allahu e ka shpëtuar, ky është kthyer që ta adhuron idhullin. Musa alayhis salam nga hidhrimi i madh, nga nervoza e madhe, wa alqa al-alwah wa akhadha bi rasi akhihi yajruhu ilayh. Subhanallah. E lëshoj pllakën e Teuratit, e lëshoj Musa alayhis salam dhe e kapi për flokë vllaun e tij Harunin, nga hidhrimi i madh. Në ajetin tjetër Haruni alayhis salam tha: "O vllau im,
la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, nga dal pak, mos më kap për floke, mos më kap për mjekre. Për çfarë arsye? Innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ky popull më gjen mua të dobët dhe gati më mbytën. Une i kam kundërshtuar, po s'kam pas fuqi. Mirë po Musaja a.s. i hidhruar shumë. Për çfarë arsye? Jo për dunja, jo për tokë, jo për shtëpi, jo për pasuri. Një popull i cili e haron Allahun azza wa jall dhe kthehet që ta adhuron idhullin. Subhanallah, a ka ndodhur në jetën tonë që ne të hidhrohemi ndonjëherë për hir të Allahut? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili është hidhruar në raste të caktuara, asnjëherë për veten e tij. Mirë, po kur ka qenë në pyetje feja Allahut azza wa jall, e ke gjetë hidhrimin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Saqë në një rast Ebu Mesudi radiallahu anhu tregon edhe thot, një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankua, tha ja Rasulallah, une e kam problem namazin që ta arri atë, nga se imami jonë e zgjat shumë, une nuk mundem me qëndrua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhrua shumë, u pa hidhrimi në fytyrën e tij, tha inna minkum munaffirin, ka prej juve të cilët i largoni njerëzit. Në namaz ka njerëz të dobët, ka njerëz të sëmur, ka njerëz me nevoja të caktuara. Mos e zgjat tepër një mesatare, mos u bani shkaktar që dikush të largohet nga ibadeti i fesë Allahut azza wa jall. Në një rast tjetër u hidhrua kur arriti në shtëpi te dera, i pa perdet të cilat ishin me fotografi të rregulluara, të vizatuara, gjallësat në perde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhrua, i mori ato dhe i coptoi, i prishi. Tha, prej njerëzve që do të dënohen më së shumti në ditën e gjykimit, ata të cilët i bajnë këto vizatime, fotografit e gjallësave në mur të shtëpiave të muslimanit janë të ndaluara. Është hidhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pa gjëra negative, kur ka pa gjëra të ndaluara në mesin e muslimanëve. A na takon njëve një gjë e tillë? Na takon. A kemi përgjegjësi? Kemi përgjegjësi që të mundohemi ta ndalojmë, ta largojmë atë e cila është në kundërshtim me fenë Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ai i cili e sheh një të keqe, le ta ndalon me dorë. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. E nëse s'ka mundësi me dorë, le ta ndalon me gjuhë. E nëse s'ka mundësi edhe me gjuhë, ta thot qoftë edhe një fjalë, atëherë me zemrën e tij, me gjithë se ky është imani më i dobët. Të hidhrohemi ndonjëherë edhe për fenë Allahut azza wa jall, të hidhrohemi aty ku na takon si musliman, mos t'i mbyllim syt, mos t'i mbyllim veshët nga gjërat që i shohim e të cilat e hidhrojnë Allahun azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban musliman në gjuhët tona, Allahu të na ban musliman në veprat tona, Allahu të na ban musliman në zemrat edhe në ndjenjat tona. Elusim Allahun azza wa jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu t'a lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.